Universiteti e ka humbur vlerën. Kush? Universiteti. I kujt? Gjithë universiteti përgjithësisht në Shqipëri, a ka të njëjtën vlerë siç ka pasur më përpara, apo mësojnë brezat e rinj sa ato që kanë mësuar më parë? Brezat e ri s'lexojnë një libër, më ç'm thodi mu. A di çka kam bëun? Unë jam projektuesi i kaskadës Drinit, një nga brezat. Rrisha mësojsha 10 orë, 12 orë në ditë. Po mos mësojsha 70 fjalë të huja, mlete i matë në një plak 1 orë me një këmbë. Ku ka disiplinë të shimë? Se s'ka familje, ka unë familja, pra ne s'ka. Universiteti edhe në botë, pa e humë vlerën, pa e humë. Në që se s'ka seriositet shteti, s'ka. Shifi se që përgatitje kanë në gjimnazë. Nota, gjithë problemi është se nota është fake, nuk është reale. Po s'ke nota reale, unë nuk ri këtu. Unë ri në Amerikë. A do i besoni që një profesionist? Dhe në Amerikë nuk më pyetën mu ke marru në Shqipëri apo ke marru atje. A i të jep ato thot, dita bësh këtë? Kam 26 shkolla, mbi 80 kate, unë që i kom po në New York. Janë gjitha me firmën time. Përfshi dhe Spiralin. Spiralin që ka bë Bjarke Ingels, që po bë këte këtu. Që Luli do të me fut në burg. Se nuk arrojnë këto. Unë djemi ofendu se kom projektu. Kom punu me atë. A i natë ko bën të fshatin e hënës. Fshatin ku të shkojnë, që do bëhet baza, do kërkojnë, do bëjnë mineralet, do kërkojnë këto tokat e rallat që janë atje në hënë, se ka shumë minerale, edhe a i bënde, a i gjenia, ka më i vogël se sa kjo është, ja kaqësh. A ka kohën plot. Problemi është që shkolla duhet të ketë seriozitet, jo kristalera, jo këto gjona, që duhen me japë prapë. Duhen me japë prapë, nuk e di. Si u duken ndërtimet në Tiranë? Kush? Pallatet, vjetërçela. Ndërtime duhet bëhen, ky është për shumë i diskutimi madh. Unë kam shokët e mi, më thonë që pse ndërtohen kaq shumë. Unë them që duhet të ndërtohen. Duhet të ndërtohen, bile edhe sa më shumë. Problemi është infrastrukturës, kanalizimi, ujërat poshtë, e gjitha çdo gjë. Ne na ka ardhur shoku Sali, na ka ardhur në institut, se unë kam punuar në institut gjithë jetën këtu. Në institutin të re, ai bënte studimin, projektimin, linjat e tensionit nalt, në stacionet, pasaj ato shkuan me institutin energjetikës, bënte bonifikimet, bënte edhe këto hidrocentralet. Edhe erdhi, tha rregullohet kjo punë, tha për 2 vjetë, tha. Ai shoku tha, për Gramozin është në takim rrugovën, sqaroi. I thash, shikoj, thash, ke 300 inxhinjera këtu, i thash. Në atë kohë, kushtonte vetëm rrjeti kanalizimit, në atë kohë, kushtonte $800 milion. Flasë për 91-shin, në atë kohë kushtonte. Tirana u ndërtu të ajo që ishte toka, që ishte në vetë. Tashi po zgjerohet. Nuk ka qenë ky projekti. Italianët nuk ishin budallënj që këtë e lënin Tiranën qeveritare, pjesën tjetër e ndërtonin të lumi i Tiranës. A do ishte më mirë që kullat të ishin në periferi? Ku? Kërkesat e larta, do ishte më mirë që ishin në periferi? Në gjithë botën në qendër janë. Në qendër, në periferi në qendër janë. Ku ka aktivitet atje? Kulla, a është edhe ekonomike? Është ekonomike, apo ja? Nëse vinë turista. Se ky shtet, po si erdhën turistat, s'ka s'prodho asgjë. Në Ukrainë bëhet lufta, i prodho çelik, prodho plera kimike, prodho grur 40 milion ton në vit. Prodhon çdo gjë. Ti s'prodhon asgjë. Qa prodhon ti? Unë kam qenë me të huaj kur isha këtu në institut në 91-shin. Erdhi ai, kisha hapi libër. Libër 1683. Më tha, du të vizit, e qove në të gjithan në banjës, atër unë ndërprejnë, s'kishte financime ma. Më tha, du me angëri direkt, po do më tha në Kalan e Elbasonit. A i ditë e venet më mirë se sa mu, edhe se sa çdo njëri tjetër, se kanë libra, kanë universitete ata. Këtë që më pytin e parë. Kanë universitete. 1200 o Bologna, 1210 është Salamanca, universiteti dytë. Kështë ti s'ke? A i ka universitete, ka informacione,
se si do ndërtohet qyteti. Pra ne ky qytet që është konceptu për bicikletë, s'ka. Thashëm hajde Hamid dere këtu. Maroj pa ato të gjitha, ato që donte të shifte, disa gjëra mungonin, si ishin ka i libri që ai kishte. Guider kësha marrë ai. Ai kësha ardhur i përgatitur. Lamair International është një nga kompanitë më të mëdha në botë. Ka 40.000 inxhinjera. Gjermane, me qendër në Frankfurt. Tha dam, po çfarë do marr? Unë do marr, thash, një Amstel. Ja, tha, se të Amstel, tha, unë Amstelin aty, kam Gjermani, unë do birë lokale këtu dhe. Ti s'pra da asë jo, që më të regati më të që. A i do në bira korqa, s'kishtë aty. S'kishtë. Pra ne, në qofë se s'ke prodhim, je i mbaruar. Imagjino një verë, si kur t'jetë e lagësht, me që ekonominë e ke një dekshe. Në qofë se ke një verë të lagësht dhe të bie gjysma e numrit të turistëve. Në qofë se vinë 10, unë ata e kam me rezerva, se ai 3 herë, në qofë se unë vinë vitu, ai më konsiderës si kur unë jam 3 turista, unë jam 1, se jam 3. Se shumë veta shkojnë e vinë nga Italia, nga Greqia, ai konsiderës 10.6 sauta. Me gjitha ta arritje e modha, që kanë ardhaq edhe ato, sepse nuk duhet ta bëjmë zes, fare, se dhe e Brezili ka ndëra. Dhe japë shanse, mundësi, ta vesh në braz si që duhet. Kështu është mundë. Nuk është... Qunat e mi punojnë finansën e lartë atje fare. Mu vje me qesh kur thonë këtu fintech. Fintechu e kanë idenë këtu se qërë është apo? Duhet dish bursën. Duhet dish stock market. Me qëfar ligjesh funksionon stock market. Këto gjëra se ekzistojnë fare. Je në Europë vetëm Londra ka relativisht, vetëm City Londrës. Kurse këtu nuk ekzistojnë fare në Europë, relativisht në i gjotë vogël Milano. Mund të ketë edhe në qikë zëziru të tjera s'kanë. Kanë banka, po, kanë bankat mëdhaja, po, kanë, po, s'kanë. Nuk ka. Quni i vogli ka përdu në 3 bankat më të mëdhaja japoneze. Kështu që këtu kjo rini, unë nuk e vej faj që do të provoj vetën, të formohet edhe ti. Ti, për shembull, ti do të provosh vetën, të marrësh eksperiencë, po s'është aq e lehtë, se do dhe njofje, do dhe orientim atje, do dhe dikush ndihmoj. Ja, kjo rri këtu, po se shtyvon kjo zbie këne. Pra do dhe ndihmë, qoftë se s'ke ndihmë edhe orientim sidomos. Orientim. Kështu që nuk është... Po, shpresojmë, nuk e di, do ko. Se ja do ish në Europë, qa do ish? Si lipsar do ish? Ja e zëm 2030, unë do pranohem. Unë kam përnu se jam taku me këta. A më thoshin këta greket e tjerë, vetëm kur ty në Europë do keni lek. Po të shi duhet të kesh grupe njerëzish. Do të kesh nivel të lartë në universiteti, apo do vi ujë të punoj. Okej, qofse do vi ujë të punoj edhe ti do rish ke veni qenit edhe ata që janë shqiptarë, dakord. Qofse kjo është hyrja në Europë është shumë keq. Do të jesh ti në krye, ti që je elementi vendas, se kështu është kudo. Kështu është në Kroaci, kështu është, do të kesh grupe njerëzish të aftë, kudo. Edhe të punosh, ti përgatisësh. Së është gjuna, e kupton, është vëndin, do më thënë vëndi, nuk ka klim, ja unë kam lëvizur shumë, nuk flasë për gruan time që ka pa gjitha të vendet botës, sepse t'il pozicion ka pas këtu, por filloj Covid-i iku me depresion, edhe nuk është ma, por duhet tjetë elementi vendas të përgatitet atë që the ti, pyetja parë, si është universiteti. Se s'mjafton vetëm universiteti.
siç ka thënë shoku Lenin, është vetëm një dritare për të parë botën, edhe shoku e ver. Aq është në fakt. Budalliqe kanë pas ata sa dush. Po, ti në universitet. Pasaj të bëhesh inxhinier tamam do 10 vjet. Ta them unë nga eksperienca ime. Do 10 vjet punë, po punë të rëndë. Në studim, në projektim, në zbatim edhe të lexosh. Shko njeri atje, në kohën e monizmit s'kishte, ishe myll me Shqipëria. Ajo biblioteka ka qenë këtu. S'kishte vend ku të rrishe. Që i kanë prish librat, i kanë marrë, i kanë... Do dhe i qik agresivitet, do dhe i qik egoizm. Pasaj varet do më thënë, edhe nga familja. Unë kam qenë në Itali, jam antari Opus Dei. Këtu e qujnë organizatë fashiste. Pa ata thonë, il lavoro intellettuale e un dono di Dio. Do më thonë, qose ti je shumë e zgjuar, është sepse kështu ka vendosa i. Tash ka dhe i qik besim mrena këtu. Faleminderit. Besoj se do bëhet më mirë, se nuk dua që ta nxi se s'më vjen mirë.